Do të ecim më tej me të tjera zhvillime ku Bashkia Poliçanit ka çelur mbrëmjen e djeshme në sheshin qendror të qytetit festën e Abazaliut. Festë kjo që kremtohet nga besimtarët Bektashin me një pelegrinazh në teqen e Kulmakut në malin e Tomorit. Bashkia Poliçanit ka çelur mbrëmjen e djeshme në sheshin qendror të qytetit festën e Abazaliut. Festë kjo që kremtohet nga besimtarët Bektashin me një pelegrinazh në teqen e Kulmakut në malin e Tomorit. Nga data 21 deri 25 gusht, besimtarët Bektashin ngren çadrat e tyre në këtë vend të shenjtë duke kryer jo vetëm kurbanin e festës dhe ritet fetare pranë varrit të Abazaliut, por duke ngjitur me këmbë edhe majën e malit të Tomorit, i cili ndodhet 2416 metra mbi nivelin e detit. Në aktivitetin që filloi mbrëmjen e djeshme dhe përfundoi në orët e para të mëngjesit ka qenë edhe festa e cila mblodhi në sheshin e qytetit qindra banor të Poliçanit, por edhe pelegrin të shumt që drejtoheshin malit Tomor. Përveç festimeve dhe këngëve që ngritën në shesh duke kërcyer përgjatë gjithë natës, të gjithë të pranishmit ditën e pelegrinazhit në majën e malit të Tomorit në Kulmak, të njohura si ditët e njëjta të Bektashinjve, kanë bashkuar çdo vit në teqen e Kulmakut rreth 500.000 pelegrin nga gjithë Shqipëria, diaspora dhe më gjerë.